Për shëndetje në kuzhina Nerit, sot kam vendosur përgatit ushqim shumë të shishëm edhe të shpejt përgatitje. Krejt që kanë nevojitën prej përberse janë 600 grame mish të viçit ose të lopës, e kemi ndarë kështu në copa, 3 qep, 3 karota i kemi qeru, i kemi ngri kështu në copa, mandej 3 gota jo plot, pra me oriz. Gota është 200 ml, e kem pastruar orizin mirë derisa të mbet ujë i pastër. Një lugë të gjellës me veget, një lugë të mesme me hullër e blume, një lugë të çajit biberci, 50 gram me gjallë për ndryshëm buter, edhe në tenxhere kemi hedhë pra si që për shef në odhënzej vaj, edhe në fund pak vaj, pra ja kemi qitë, odhënzej edhe ujë që na nevojitet edhe pak. Bismillah ta shfillojna me përgatitjen. Tek vaj i nxehtë, mas pare ta hedhim mishin e pastrum edhe të grim. Ta vëndisim. Mbasi është ka vërdisur për 3-4 minuta mishi, tash i marrim qep, 3 qep që i kemi ngri, qesëm edhe 3 karota, ashtu. I ka vërdisim mirë derisa të shterët qaj ujë që e lëshon pra edhe vaj normal, ka vërdisim pra 3 jatë bashkë. E shef në tash krej qaj longu, qaj që e ka lëshu edhe mishi edhe nga vojë, po ashtu është shterë. Ta shtet, shto e mbitim mishin mirë, marrëm melmesat që i kom përmen, vegetën, kripën, beberin e zi, përzina plap. Tash marrim orizin e pastruar, qesim të nxirë, e kemi drejtu edhe orizin si shpeshitni. Tash marrim 50 gram me buter, e ndikim shtu. Marrim ujtë nxehtë, vaj për ndryshe, e qesim. Derisa të mbullohet orizi. Kështu. Tashte me onë të lugës dhurit, kështu ja bojna 3-4 grima. E mbulojna tash tenxherën me kapak edhe lojna që të zihet mishi me orizin derisa të shterët pra krejt ujë. Pasi që është shterur krejt ujë, tash i largojna tenxherën ondash me një pallomë të kuzhinës e mbulojna orizin edhe lojna që ta thith atë lagështin krejt mishit edhe të orizit e mbuluar tenxhera me kapak. Orizin e kemi zi, pra derisa është shterur krejt ujë. Ja kemi largu edhe pallomën e kuzhinës, pra orizit, është larguar ajo lagështia. Po ashtu e ka pi krejt palloma edhe duket orizi kështu. Një ushqim i shpejt, një ushqim i shishëm që ja vlen ta provoni secila. Shoqërohet me një sallat edhe neve na beft mirë, juve po ashtu nëse e provoni. Faleminderit për përkrajen që ma beni komentet e bukura e deri në recetën e radhës. Nga kuzhina Nerit ju them miru pafshim.